Mirë, me mua në studio është bashkuar gazetari I njohur Artur Nura. Artur, mirë mbrëma, kënaqësi që je me mua në ora e fundit. Mirë mbrëma. Artur, si që ndoshim në fakte edhe nga materialet tona, Berisha duket se e ka nisur atje ku e ka lënë vit I ri, por avaz I vjetër, me foltore para kryeministrisë në 2026, por kësa ere edhe me më pak njerëz. Por mbi të gjitha, të paktën duket se Berisha nuk shpreson më se forcat delta të Trump do të arrestojnë pas Maduros Ramën, por thot se forcat delta I ka vet ai në Partinë Demokratike. Si një gazetar me një eksperiencë të gjatë, nuk e di nëse ti ke informacion se kush janë forcat delta të Berishës në Partinë Demokratike, apo e ka fjalën për djalin e Fari Balliu. Përgjigja simplicisht do ishte grupi I zjarrit I 21 janare. Kush është grupi I zjarrit? Flamurnoga, Gazbardi? Për humor kjo, po nëse duam të analizojmë seriozisht gjë, padyshim morën një lloj në gjuhën popullore, pavarësisht se nuk është shqip, po është turqisht, thuhet yrysh. Morën një yrysh të madh duke e entuziazmuar militantët e tyre që kjo gjë që ndodhi në Venezuelë mund të ndodhë sipas tyre, sipas Berishës ai hodhi iden, edhe në Shqipëri me narkotrafikantin më të madh të rajonit, siç thot ai. Pastaj e kuptoi që ishte krejtësisht gabim, po kjo nuk e bëri dot e bëri dëmin vetvetes, sepse të gjithë militantët e tij filluan të publikonin me inteligencën artificiale, foto të ndryshme. Madje dikush do thoshte që Berishës nuk I mblidhen më njerëz në shesh se kanë frikë se do ndryshojnë forcat delta. Sigurisht që unë nuk besoj që Shqipëria të jetë kaq interesante për SBA-n, veçanërisht për Trumpin, sa të mendohet një skenar I tillë. Po them në analizën serioze vërtet që sipas meje... Por ama dikush nga ana tjetër do thoshte se nëse forcat delta do ndërhynin për Berishën më tepër. Në fakt, delta demokratika si të fillojnë me D, qofse do të bëjsh humor. Po, dhe të kthehemi seriozitetit. Do të thënë, e kuptoj me një kohë vonesë që ishte një gaf logjike, sepse gjitha gjërat, gjitha gjaset janë që më shumë mund të rrezikojnë në skenarin e multiplikativit, po themi, Berisha një skenar të tillë, se sa Rama, sepse ka dy elementë të cilët mund të analizojmë seriozisht. Cilët janë? Rama përgjithsisht është natyrë racionale. Rama e ka thënë që kur duhet largohem. Kështu që Berisha si është thënë të largohet dhe ka vendosur të mos largohet. Edhe këtë po paguan. Dhe aq më tepër është Berisha I është shpallur edhe Maduros për gjithë ata që na ndjekin, Maduros I është bërë thirrje të largohej, po me sa duket presionet e aleatëve të jo të perëndimit, po Rusia, Kina dhe interesat e tjera se kanë lejuar që pavarësisht se në fund edhe ai të utëroq, po utëroq me vonesë, pasi kishte dhënë urdhër Trumpi. Ata që ishin të saktë. Nuk e di nëse e vure re një prej militantëve e konsideroi Berishën edhe si diell. Po, diell, por atë diell është ai se sigurisht mund të ketë një profitim direkt, është krejt normale që ta shohë si diell. Jetojmë demokraci, por dielli vet ka kuptuar që shiko, nuk mund ndriçosh më shumë se sa duhet. Ky është problemi. Që unë kështu e gjykoj, domethënë, dhe e shoh që tashmë për ta zhbër atë gafën që bëri, po flet për demokratikasit, dhe në fakt e kanë bërë një tentativë, kanë protestuar deri në shtëpinë e kryeministrit. Kanë shkuar në një marshim, 10 veta ishin, apo 12, se nuk I numërova, po pak veta ishin dhe kanë bërë. Ishte që në krye të asaj proteste apo marshimi. Ishte zoti Balliu, po. Djali Fariu. Zoti Balliu. Kështu që, okej, mund të kalojmë në argumentin tjetër që është më serioz. Po, ajo çka ishte në fakt serioze sot, Artur, ishte Berisha në SPAK. U duk sikur kishte një hall akoma edhe më të madh, pasi nga SPAK doli shqetësuar se fëmijët e tij po dalin me probleme pasurie, por ndërkohë nga ana tjetër po afron edhe 21 janari. Pyetja për ju, Artur, është se si e shihni ju? Për Berishën po bien kambanat e pasurisë së fëmijëve apo kambanat e 21 janari? Unë besoj që edhe zoti Berisha, pavarësisht se kush është një prind, është një baba dhe padyshim që I dhem në qoftë se do të rrezikoni fëmijët e tij. Dhe ai duhet të di gjëra që ne nuk I dim për shembull.
se unë ndosi nuk e kam parë, unë kam lexuar komentet, kam lexuar të tërat, dhe pa dyshim theksoj që SPAK-u po bën një punë serioze. Po bën një punë serioze, pavarësisht, po themi, sulmeve që ka bërë zoti Berisha në mënyrë konstante pasi del nga paraqitja e detyruar sipas ligjit, dhe sulmet që i bën në mënyrë drejt për drejt, dhe tash i kanë vënë re një taktik me drejtuesin e ri të SPAK-ut, kërkon që të mbajë një dialog, ne themi telefoni prish kur ishin fëmijë. Po është një komunikim i drejt për drejt me drejtuesin e ri. Por ama telefonin e prishur sërish e vazhdoi me Altin Dumanin. Po, me Altin Dumanin vazhdon ta ketë inatin personal, mund të ketë një lloj të drejtë kur thot për politikat e paraburgosit. Këtë e përmendi dhe Rama në një moment caktuar. Kështu që ka një qasje që SPAK-u vet do duhet, po jo SPAK-u, në fakt, ligjvënësi do duhet që të rregulloj reformën në drejtësi për të bërë, po themi, një drejtësi më eficiente. Shohim edhe Metën në këto pamje, ka qenë sot sërish një tjetër gjyq edhe për Metën, ku gjykata ka lënë në fuqi masën e arrestit për ti. Do të thonë, Meta vazhdon të kërkojë një masë më të lehtë, po themi, duke argumentuar që sipas tij nuk ka më rrezik të bëj presion, nuk ka më rrezik të fshehë provat, por këtë gjë e thot Meta dhe e dëgjojmë dhe ne. Po gjykata, prokuroria ka informacion më shumë se ne. Kështu që ne duhet kemi vullnetin e mirë të presim derisa ka një vendim të gjykatës e cila thotë që jo, nuk e pranoj kërkesën tënde, do të thotë që ka një arsye, nuk besoj se e ka të paragjykuar arsye. Kështu që në këtë plan ndërkohë edhe vetë Meta, siç e kemi parë të gjithë, është vetë ofruar për të deklaruar për ngjarjet e 21 janarit. Po mirë, sipas dikujt edhe në studion tuaj e ka urdhëruar Berisha. Sigurisht janë aleat në interesa, krejt normale, edhe po të ketë ndodhur kjo, jo me urdhër, unë nuk po them urdhër, po janë aleat në interesa dhe padyshim janë aleat në politik dhe padyshim mund të komunikojmë. Por apo bien këmbanat e alarmit e 21 janarit për të dy? Unë besoj që në qoftë se ne kemi thënë këtu, nuk pretendohet që për 21 janarin të ketë dënime penale të llojit, sepse Berisha e ka kaluar moshën, nuk dënohet për një gjë të tillë. Meta është i ri, nuk e di përgjegjësinë e tij direkte për këtë nga pikpamja ligjore, por duhet patjetër një vendim i cili të japi të drejtën morale atyre që nuk jetojnë më. Dhe padyshim atyre familjeve të cilët i kujtojnë sa herë vjen data 20 janar dhe që u dhem shumë më shumë se të tjerët, cilët edhe dalin i kujtojnë 21 janarin për përgjegjësi, po atyre u dhem më shumë. Për ta duhet patjetër gjykata të marrë një vendim që të vendosi moralin në vend, sepse ata ishin të pafajshëm, ata ishin në një protestë demokratike, cilat po i bën Berisha sot, jo më shumë njerëz, po i bën Berisha sot vetë, edhe demokracia e njeh protestën si një instrument kapilar shumë pozitiv për ta bërë atë më eficiente. Dhe meqense jemi te SPAK apo drejtësia shqiptare, sondazhi i fundit i ABC News i publikuar vetëm pak minuta më parë te Zëri i Shqiptarëve nxjerr se qytetarët janë optimist për vitin 2026 se sa për vitin 2025 dhe shumica e tyre prej punës së qeverisë dhe jo prej luftës së SPAK, le të themi, ndaj korrupsionit. Vjetër gjithashtu edhe një rënje e të gjitha partive politike, qofshin të reja dhe të vjetra, por gjithashtu 24% e shqiptarëve shpresojnë te krijimi i një partie të re. Pse shqiptarët nuk kanë më shpresë te opozita? Ky sondazh ka qenë është mjaft inteligjent për pyetjet që kanë ndërtuar sondazhisti, profesionisti i fushës, Zaloshnja, dhe sigurisht sjell një pasqyrë të asaj që ne përjetojmë të gjithë. Ata që janë në shtëpi, ne që jemi në studio, ata që raportojnë nga tereni. Këtu ka një element që është Partia Socialiste, e cila pavarësisht problematikave që nuk janë të vogla, pavarësisht vështirësive që nuk janë të vogla, mbahet akoma si instrumenti politik më besimplot i qytetarëve. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që pala tjetër nuk ofron alternativë. Pala tjetër nuk ofron një qasje e cila të bind qytetarët që kjo gjë duhet ndryshuar. E gjithë qytetarët janë të dakord, 13 vite pushtet, të konsumon, edhe qytetarët sigurisht, por 13 vite nuk po gjen një alternativë. Qytetarët nuk po gjen një alternativë tjetër e cila t'i bind ata që kush
do vinë në pushtet, të ketë një qasje të re. Dhe kjo është elementi më dramatik i situatës. Dhe tu kur thonë opozita që po ikin shqiptarët nga Ramaduro, harrojnë që janë aktor të rëndësishëm të largimit shqiptarëve. Se ti pos dhe alternativ, ti nuk ke bërë detyrën tënde. Ti nuk ke justifikuar parat që t'jep shteti për deputetët. Nuk ke justifikuar atë nevojë që kanë qytetarët për ty. Vazhdon me modelin e vjetër, viti ri thot juve modeli vjetër. Që opozita me në krye Sali Berishën është faktor i largimit të shqiptarëve. Po, pa tjetër që është një nga aktorët të cilët nxjisin shqiptarët largohen. Kjo është e pa diskutueshme sipas interpretimit tim. Mendoni ju se në vitin 2026 do ketë një, ku ta di unë, një ndryshim, një lëvizje të re politike? Unë për fat keq nuk jam entuziast. Unë për fat keq që nuk e gjej askund atë partinë e re. Sepse një shpresë që u ndërtua nga partitë e reja, të cilat dolën të vjetra, njëri është bërë avokat i popullit, tjetri del me karike ke kryeministria, ai tjetri vazhdon me stoizmin e tij, vazhdon ai, pavarësisht se është marksist apo çfarë është, ai vazhdon, por nuk ngresh presa për shumicë. Ai do të jetë një parti modeste, mund të ketë dhe deputet të tjerë në zgjedhjet e ardhshme, por do mbetet një parti modeste. Partitë të reja të modelit të 5 Stele, 5 yjet në Itali, apo të Siriza në Greqi, për fat keq, 2 që tentuan të ishin, dështuan me sukses të plot dhe vran një shpresë të fundit të qytetarëve. Morën 80.000 vota ata. Nuk janë pak, po ama me performancë që solën, me grindjet kush çon të xhajen dhe kush çon të dajen, më fal, tezën apo hallën se si i bie nuk i mbajmë mend këto, po këto vran një shpresë të fundit. Kështu që unë nuk shoh në 2026 një organizim, vetëm në rast se do të jetë diaspora, ajo që do të marrë përgjegjësitë edhe do të vi të konkurrojë drejt për drejt. Tashmë kanë drejtën e votës, pse të mos kenë dhe drejtën e kandidimit, të organizimit politik këtu, vetëm kjo është në mënyrë teorike, se nuk kam asnjë të dhënë që kjo mund të ndodhë, po nëse do analizojmë në mënyrë racionale, vetëm nga diaspora mund të ndërtohet një gjë e tillë, sepse sjell frymën europiane, ne Zoti Rama e mban lart vullnetin e qytetarëve për ta mbështetur me projektin e tij europian. Dhe pse të mos vinë këta europianë, këta shqiptarë që e kanë kapur Europën, të vinë të japin një kontribut të drejt për drejt për ta bërë demokracinë shqiptare më eficiente se ç'është. Vetëm nga ata. Pjesa tjetër është dramatike them. Artur Nura, faleminderit që ishit me mua këtë mbrëmje. Kënaqësi. abcnews.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.